Përshëndetje gjithë të shenjës së dashit. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin maj, për shenjën e dashit. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Këtë video mund ta ndjekin dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e dashit. Dhe shohim energjinë që do na vi. Dhe në javën e parë, në fillim të javës së parë, ju do bëni fillime të reja. Ju shoh me shumë pasion, mund të jetë fillimi i një njohje të re për një pjesë prej jush, për pjesën e beqarëve, për pjesën tjetër, por dhe ata që janë të lirë, për pjesën tjetër ju do bëni fillime të reja në punën tuaj me kontrata të ndryshme, me partneritete, por edhe me qëllime të tjera që i keni vendosur vetes. Dhe kemi në javën e parë, në 3 letra kemi 2 asa, që është shumë mirë, që janë fillime të padiskutueshme. Kemi një fillim të ri ekonomik që do t'ju çojë në stabilitet. Në lidhje me pjesën e personave që do futen në një njohje të re, ju vërtet do ndiheni entuziazm, do keni shumë pasion me këtë person ose në një njohje që do futeni. Por këtu flasim dhe në lidhje me lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja, ku ju do harrini t'i stabilizoni në javën e parë, sepse ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë gjë. Për pjesën tjetër, për gjithë ata që ju mund të keni fillime të reja dhe me fëmijët, mund të jenë fëmijët ata që bëjnë fillime të reja dhe ju i mbështesni në këto fillime të reja për të arritur për stabilizuar situatat e tyre. Por edhe në lidhje me dokumentat të ndryshme, me shtatzani, me shtëpinë tuaj, por në rastin tjetër, kjo ka lidhje edhe me një lloj investimi. Një pjesë prej jush do arrini të stabilizoni anën tuaj ekonomike me marrjen e disa parave. Ndërsa për një pjesë tjetër, java e parë do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një investim, mund të jetë një blerje shtëpie. Në një rast tjetër mund të jetë blerja e një makine, një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, ndërsa për disa të tjerë mund të jetë edhe blerje online. Gjithsesi do jetë një javë e mirë investimesh për ju. Ose ju do dëshironi të zhvendoseni nga një shtëpi në shtëpi tjetër, për një pjesë tjetër mund të dëshironi të investoni brenda ambientit të shtëpisë tuaj, për disa të tjerë mund të investoni në kurse të ndryshme, në trajnime, ose edhe në lidhje me pjesën e dokumentave. Është një javë shumë e mirë, fantastike në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në javën e dytë të muajit maj. Ju shoh përsëri ana ekonomike, shumë fort ana ekonomike. Gjithsesi, në javën e dytë, në fillim të javës së dytë, do jeni në pritje të përgjigjeve. Mund të jeni në pyetje të një përgjigje nga një person që ju do bëni një fillim të ri. Mund të futeni në një njohje ose të krijoni një lidhje të re. Dhe në fillim të javës ju shoh që prisni një përgjigje nga ky person. Gjithsesi, mund të jetë edhe një person, ju mund të prisni përgjigje dhe nga një person që jeni në lidhje ose edhe në marrëdhëniet tuaja, në njohjet që keni për t'i çuar para. Gjithsesi, shoh që keni investuar shumë te një person, por keni marrë shumë pak nga ky person. Dhe do ndiheni si të pakënaqur pak. Gjithsesi, ju shoh në një pozicion të favorshëm, ju do jeni duke menduar seriozisht në lidhjet, njohjet ose dhe marrëdhëniet tuaja në çift. Një pjesë prej jush mund të jenë në pritje të fëmijëve tuaj ose një përgjigje nga fëmijët tuaj, në lidhje me studimet, në lidhje me largime jashtë shtetit ose diçka tjetër. Shoh që keni bërë një investim shumë të madh te fëmijët, por gjithsesi
edhe pse mund të ndjeni pak të pakënaqur në mesin e javës, ju do harrini ta poziciononi veten mirë në lidhje me gjithçka. Ndërsa në lidhje me punën, me projekte, me bashkëpunime që do fillojnë në javën e parë, ose edhe me kontrata të rëndësishme. Në javën e dytë do prisni përgjigje nga këto fillime që do bëni, mund të jetë një biznes i ri, një aktivitet i ri për një pjesë prej jush, por gjithsesi jeni në pritje të një përgjigje, ndoshta ju do t'rregojeni pak të paduruar dhe kjo gjë do t'ju lëj pak të pakënaqur. Por në fund të javës të tretë, ju do harrini që të ndoshta edhe të mendoni më seriozisht në lidhje me situatat, por ju shoh në një pozicion të mirë ekonomik, edhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Është një pozicion mbretëror. Gjithsesi, për një pjesë tjetër, ju do jeni duke mbështetur përsëri fëmijët tuaj. Ju mund të prisni një përgjigje nga fëmijët dhe do jeni duke i mbështetur. Ose për gjithë ata që presin një përgjigje në lidhje me një shtatzani, ose ju do investoni te kjo shtatzani në lidhje me dokumenta të ndryshme, me trajnime, me fillime biznesi, ose ju mund të hapni një aktivitet privat. Ju shoh që ju ose do keni mbështetje nga një person që është një person që ka eksperjenca, ose në rastin tjetër ju do harrini të pozicionoheni duke menduar për të investuar përsëri në këto fillime të reja që do bëni në javën e parë. Si në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, me karrierën tuaj, por dhe me gjithçka tjetër. Ju mund t'i merrni situatat ashtu si i keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Nuk tham energjit, keni të bëni me energjit shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, energji toke, përsëri energji toke, energji zjari. Energji toke shumë fort, komplet ky java e tretë, përsëri jeni te energjia e tokës. Ju shoh që do jeni shumë me këmbë në tokë në bërjen e gjërave gjatë këtij muaji. Dhe në fillim të javës së tretë, ju do jeni më bashkëpunues. Për pjesën e personave që janë beqar ose që janë të lirë, ju do jetë një person te vendi punës që do tërhiqet shumë nga ju. Por ju do ndjeni pak në dilema dhe do jeni duke e menduar këtë gjë. Do t'rregojeni pak këmbgulës në ato mendimet që ju keni. Ose për një pjesë tjetër mund të jeni dhe midis dy personave dhe mund të jetë dikush te vendi punës që tërhiqet nga ju, por ju mund të jeni në një njohje ose në një lidhje tjetër. Dhe kjo gjë do t'ju fusi pak në mendime, por gjithsesi ju do jeni me këmbë në tokë, në lidhje me zgjidhjen ose zgjedhjen që ju do bëni. Për pjesën e personave që janë në marrëdhënie, ju do jeni bashkëpunues ose në njohje dhe në lidhje, do bashkëpunoni me partnerin, me partneren tuaj, por dhe në familje dhe në shtëpinë tuaj. Në lidhje me investime të ndryshme që ju do dëshironi të bëni. Ndoshta mund të merrni disa para dhe do dëshironi të investoni, kjo gjë do t'ju fusi pak në dilema në lidhje me këto investime, por gjithsesi unë shoh shumë fort që ju do keni një mbështetje. Nuk e di, mund të jetë një mbështetje ekonomike, mund të jetë një person që do t'ju këshilloj ose do t'ju japi ide më saktë në lidhje me gjërat që ju dëshironi të bëni. Por është një person i fuqishëm, është një person që është në një pozicion të fuqishëm. Gjithsesi këtu jemi dhe te energjia juaj, është energjia e perandorit, ju do jeni në një pozicion në pozicionin e perandorit, në kuptimin që ju do merrni iniciativa të ndryshme në fund të javës së tretë, sepse jeni në energjinë tuaj. Dhe këto iniciativa, ju do merrni iniciativa në lidhje me dashurinë, për të futur në një njohje të re. Në rastin tjetër, për gjithë ata që janë në njohje ose në lidhje, për t'i çuar para njohjet ose lidhjet tuaja. Ndërsa ose edhe në marrëdhënie, situata të ndryshme që mund të keni ekonomike në familjen tuaj. Megjithse është një muaj fantastik nga ana ekonomike, ju merrni para, investoni, jeni në pritje të përgjigjeve, keni mbështetje nga njerëz të fuqishëm, flasim këtu.
dhe ju shoh që ju do të regoni shumë bashkëpunus, thjesht duhet të dilni nga këto dilema. Mund të jeni dhe midis dy punëve, dy situatave në punë, dy projekteve, dy bashkëpunimeve të ndryshme, gjithsesi ju do arrini të merrni iniciativa dhe të pozicionoheni në energjinë tuaj, në energjinë e perandorit. Këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme. Ju dëshironi të bashkëpunoni me fëmijët tuaj në lidhje me projekte ose nuk e di, me investime të ndryshme që dëshironi të bëni ose fëmijët tuaj dëshirojnë të bashkëpunojnë me ju për të investuar tek ju. Dhe mund të jenë edhe midis dy situatave, mund të jenë midis familjes së tyre dhe fëmijëve ose dhe e kundërta. Gjithsesi, ju shoh me shumë iniciativa, me ide, shumë të qëndrueshëm, me këmbë në tokë gjatë këtij muaji. Do me thënë, është një energji e jashtëzakonshme në lidhje me gjithçka. Për pjesën tjetër mund të investoni dhe në lidhje me dokumenta të ndryshme që ju dëshironi të bëni, mund të keni dhe dy opsione gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, shoh që ju do harrini të zgjidhni. Për disa të tjerë, do keni kontrata të rëndësishme, mund të jetë kontrata e një shtëpie, mund të jetë kontrata në lidhje me biznese, me fillime të reja, me një aktivitet privat. Për disa të tjerë, mund të lidhni kontrata ndoshta për të larguar jashtë shtetit, për të bërë studime, për të bërë në lidhje me dokumenta të ndryshme, ose edhe me nuk e di, do me thënë, këto janë kontrata të ndryshme, mund të jenë dhe kontrata martesore. Pse jo? Atëherë shohim se si do jetë java e 4, çfarë do na sjelli për ju. Wow, përsëri energji toke. Ju shoh, ju në fillim të javës së tretë keni të bëni me energji të shenjave të shenjës së shigetarit, me energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ajrit. Ju shoh që ju do jeni shumë transparent në fillim të javës së 4 në lidhje me fillimet e reja që do bëni. Ndoshta për një pjesë prej jush mund të jenë të ardhurat vogla në fillim, në lidhje me aktivitete të ndryshme, dhe kjo gjë ju do ndjeni të transparent në lidhje me këtë gjë, sepse është diçka e re që fillon, është normale që do filloj me pak, por është diçka që do rritet gradualisht, sepse vim te nënda e monedhave. Gjithsesi në lidhje me pjesën e personave që do futen në një njohje, që do hynë, do bëjnë njohje të reja në lidhje me dashurinë, por dhe ata që kanë lidhje ose njohje për t'i çuar përpara, ju do tregojeni më bashkëpunues me personin tuaj, me partnerin, me partneren tuaj, për të arritur në një lloj stabiliteti. Dhe ju shoh që do keni dhe një besim të madh në veten tuaj. Më falni për ndërprerjen. Atëherë, ju shoh që ju do jeni shumë transparent në lidhje me situata të ndryshme. Dhe këtu flasim në lidhje me njohjet që do futeni. Ju dëshironi të jeni dhe të pamvarur, por të keni dhe një stabilitet emocional me personin që ju do futeni në njohje. Të jeni sa më bashkëpunues me këtë person. Për gjithë ata që mund të jenë në dilema në lidhje me, ose mund të jenë midis dy personave, ju do arrini që të stabilizoni situatat. Ju shoh që do jeni pak në gjendje pagjumësie, ose ju keni qenë për një kohë të gjatë në gjendje pagjumësie dhe stresi në lidhje me situata, për gjithë ata që kanë qenë midis dy personave, dy situatave të caktuara në lidhje me dashurinë, dy çështje vetëm që mund të keni pasur në lidhje me punën, me anën ekonomike, por ju do dilni dhe nga kjo situatë, sepse jemi te nënta, nga 9 te 10 do dhe pak, por është një muaj i fuqishëm ekonomik e shoh. Në lidhje me punën, do merrni disa para në mesin e javës së tretë, por nuk e di, ju do harrini të stabilizoni gjërat, por nuk e di çfarë ju mundon dhe çfarë ju lë në situatë pagjumësie dhe stresi. Dhe kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë. Thjesht duhet të dilni nga kjo situatë, të çliroheni, sepse është një muaj fantastik. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju dëshironi një lloj pavarësie nga familja, të shkputeni për të marrë përgjegjësitë tuaja, ndoshta për të shkuar diku me qira, ose ju dëshironi ta përballoni vetë gjithçka. Dhe shoh që ju do ndjeni shumë të sigurt në bërjen e kësaj gjëje. Në javën e tretë do keni shumë besim te vetja.
do ndjeni të sigurt në gjërat që ju do bëni. Si në lidhje me dashurinë, me njohjet, me lidhjet ose me marrëdhëniet tuaja, por edhe në lidhje me situata të ndryshme ekonomike, me partneritete, me bashkëpunime, me fillime të reja që ju do bëni, sepse ju është një muaj që do mendoni shumë seriozisht në lidhje me gjithçka, por si në lidhje me dashurinë për ta stabilizuar atë, në lidhje me punën tuaj, me projektet bashkëpunimet, me anën tuaj ekonomike, dhe për këtë do jeni shumë transparent, do jeni shumë të hapur në lidhje me gjithçka. Thjesht në fund të muajit ndoshta dhe do lodheni psikologjikisht nga gjithë ky vrull që do merrni gjatë muajit maj, dhe kjo gjë mund t'ju bëjë që të ndjeni edhe në situata pak të lodhshme psikologjike flasim. Gjithsesi është një muaj fantastik në lidhje me ju. Unë do shoh edhe një mesazh se çfarë ju thot për muajin maj. Dhe mesazhi ra, edhe pse nuk do doja ta. Dhe kemi 4 e shpatave, më falni, të shkopinjve, që është energji zjarri. Dhe kjo tregon një lloj në kartën, kjo kartë në tarot tregon takime në lidhje me pjesën e personave që do hyjnë në njohje. Të gjithë ata që janë në lidhje, në njohje ose në marrëdhënie, do arrini të stabilizoni marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për të gjithë të tjerët që duan të stabilizojnë punën, anën ekonomike, çështja ose situata me fëmijët, me pjesën e dokumentave, me kontrata të ndryshme që do bëni gjatë kësaj periudhe, unë ju shoh që ju do jeni duke e festuar. Do arrini të stabilizoni çfarë do lloj situate. Dhe thotë që je në një periudhë ku ju do t'regojeni të kujdesshëm dhe të kujdesshëm në lidhje me anën tuaj ekonomike. Dhe faktikisht e tregon gjithë leximi, sepse kemi komplet energji toke këtu, energjinë e monedhave. Dhe ju thotë, ju do merrni vendime të mira gjatë këtij muaji, nëse ju merrni një vendim për një fillim të ri, një njohje të re, është vërtet një vendim i mirë, ose për të filluar diçka nga ana ekonomike, një punë të re ose diçka tjetër, është vendim i mirë, sepse ju do jeni të mbështetur nga angjëlli juaj mbrojtës. Dhe ju thotë, do ndjeni të lumtur në lidhje me vendimet që do merrni. Ofertat që do jenë, thotë, që do t'ju vinë, do jetë me pakta që do jetë për ju, sepse ju do keni fat në çfarë do lloj situate që ju do jeni. Do keni oferta në dashuri, oferta në punë, oferta nga ana ekonomike, dhe thotë që ofertat janë gjëra më e vogël, sepse për ju do ketë gjëra më të mëdha që do t'ju sjellin fat gjatë këtij muaji. Është vërtet një muaj fantastik, uroj për të gjithë të jetë kështu. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj përsëri një muaj të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit.